Metalleri i ekipit e Gramshit, vajzave Alpin Gallo. Një ndeshje e vështirë Shkodër, patjetër. Ekipin kampion. Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimenta dhe ekipit të Shkodrës, kaq vite që është kampion. Kështu që ishte i përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytzuar momentet e dhura. U bë një lojë e fortë, kjo ka rëndësi dhe për futbollin e femrave, përveç 4 ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozët, duhet të jenë edhe ekipet e tjera, të cilët pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit, që edhe kur luajmë në Lushnjë ose kur luajmë në ekipet e tjera, në Studio, Partizan, të gjitha, dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës ose edhe ekipe ku përfaqësojnë në këto skuadra, mase duhet të japim pak më shumë investime ose për t'i dhënë një ndryshe futbollit të femrave, për t'i dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto 4 ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi. Gallo, edhe në gjysmëfinale mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin. Cilat janë pretendimet e Gramshit? Sigurisht, domethënë pretendimet janë, ndeshjet të ndryshojnë nga ndeshjet. Pak a shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, domethënë për të parë dhe ku kemi gjendjen e ekipit, por dhe mënyrën se si duhet ta interpretojmë ndeshjen, sepse do kemi përballje prapë. Po të fitomim ne, domethënë do ishim ne në vendin e dytë, domethënë, dhe mundet të ndryshohemi, siç është formula e asaj, por prapë aty 4 ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodrën, mos me Shkodrën, me Durrësin, do ndeshemi domethënë të 4 janë ekipe të forta, për mendimin tim, të 4 janë që kanë nivel. Kështu që besoj se pastaj edhe hyrjen po ta shohë e bëra ndryshe, domethënë nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshjes, po e bëra që çfarë duhet bëjmë, domethënë që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre 4. Kur ka më shumë, atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë, dhe rivaliteti jeshton e përmirëson domethënë cilësinë e futbollit. Kjo është e gjitha. Do të tentoni finalen? Pse jo? Nuk është se, domethënë po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati domi ndryshim i dukshëm, por pothuaj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, domethënë që dhe mund të evitohen, qofse momentin që duhet do të vendoseshin mirë, domethënë linja e mbrojtjes, dhe mund të evitonte, se ishte gol në 5 meç, nuk ishte gol domethënë që erdhi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi. Nuk është se pati do i ndryshim në ritëm, në mënyrën e luajtjes. Sigurisht që Vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese, na mori mes fushën, kjo tregon që mas edhe te ne investimet duhet të jenë pak më serioze, domethënë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duhen për të bërë diçka më shumë. Përsërit një periudhë gjatë si futbollist, si të 3 herë me ekipe të ndryshme. Tashmë me femrat, si e ndjeni ti? Ndonjëherë do thotë pse. Vërtet është dhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë se sa pjesa e gjinisë mashkullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sado pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.